aty kërkoj i gjalla po i vdekur, po Hashim tha që është gjigant, që në Kosovë zdia do të lindë edhe një 50 vjetë apo 100 vjetë. Por edhe këta që ju piquni gjigant, pra këta gjigantët kanë ato momentet e likështimit, le të theme, ka përmend Hashimi në këtë intervistë humbjen e babës. Kjo mërzia edhe dhimbja për humbjen e babës tregon njerëzimin brenda Hashim Thaçit. Tregon dashurin për prindër, tregon dashuri për njerëzit që e kanë rrethuar, edhe normalisht që edhe njerëz të mëdhej kanë zemër, edhe njerëz të mëdhej kanë emocion, kanë dashuri, kanë dhimbje dhe kanë gjitha. Mirë po sa i përket aspektit luftarak, sa i përket aspektit politik, aspektit të çlirimit, Hashim Thaçi ka pas një mendje shumë të ftoftë, shumë të saktë, përcaktuese dhe ka ditë kujt mi besu vetëm me shikimin e sy. Ka ditë me analizu edhe me shikim të syrit, cili është ma i drejtë, cili është ma... Kujna i besën të